shqiptar, doktor Shpresa Gjakli. Doktoresh, mirë se erdhe. Mirë si e gjeta. Është bukur që ju kemi këtu? Shumë faleminderit. Sa vite i bën në Amerikë? Gati 30. Gati 30. Të kishim shkollu këtu si doktoresh e na ike? U martova. U martove? U martova. Shkollimin fillorët mesëm Mitrovici ke mbarua? Po, studimet e mjekësisë në Prishtinë. Fakultetin e mjekësisë, mjekësi e përgjithshme. Mjekësi e përgjithshme. U ktheve në Mitrovic për të dhënë kontributin. Shtëpi, shëndetit, spital, po Mitrovic. Edhe si mësim dhënëse? Edhe interno kom dhënë në shkollë mesmet mjekësisë në Mitrovic. Interno. Po. Sa krajata, sa vështërsi njerëzit për të krijuar atë dheun. Vetëm ne shqiptarët dim si të tregojmë, edhe kemi çfarë tregojmë në rrugtimin tonë të gjatë për krijimin e atë dheut. Dhe një ditë u martove në Amerikë. Qysh gjeti Regja? Në Londër. Në Londër. Ishe për vizitë apo shkove për Vizitë, a erdhi mu taku me mua dhe Re Gjakli. Re Gjakli. Një burr i madh që për Kosovën, për atë dheun e tij ka bërë shumë. Familja ju e keni bërë shumë në këtë drejtim, a? Nuk ka shumë me i përmend se s'doni ju më u përmend shumë, po megjithatë është mirë ne ta dim. Unë me thonë shumë të ne, kër e përmene imigracionin, migrantat, neve natyren edhe diaspor, nduka diqysh një fjale të husume, neve jemi pjesë e juja, neve jemi... E të huajzuar, shumë mirë. Ma mirë me i thonë mërgat. Edhe unë kështu mendoj. Shqiptar. Shqiptar. Po, shqiptar ju kemi, edhe shpresë të madhe kemi, uzdajnë matë madhe në këto vitet e fundit, 50 vjetë e fundit atje e kemi. Në Kosovë jeni me një shkas të madhë. Juve me përplot bashkëpunëtor tuajt, duke përmend këtu edhe profesorin e nderuar Cen Krasniqin që e kemi prezent, edhe përplot bashkëpunëtor tjerë që sigurisht ju do të na i thoni, keni marrë një iniciativë shumë humanitare, po dhe adhëtare, edhe kombëtare, edhe shtetërore. Çfarë është ajo? Iniciativa ime ka qenë fillimi i iniciativës, ku më thonë se unë e kom zgjedh mjekësin, mirë po mu më ka zgjedh autizmi. Në atë aspekt se me lindjen e djalit, me diagnostifikimin e Arbenit me autizëm, jeta ime ka marrë një drejtim tjetër, edhe përkushtimi e ardhja po mos kishte ekzistuar Arbeni, po mos kishte ekzistuar autizmi, ndoshta dhe ky përkushtimi imi s'kishte ekzistuar. Juve bashkë me bashkëpunëtorët e juve keni krijuar një shoqat, ti themi shoqata, asociacion, që ka nën përkujdese si njerëzit me autizëm, mos themi autist. Se në realitet autizëm, fjalë greke, autos, vet, është një çrregullim, ne të dy jemi doktor, jemi mjek, neurobiologjik që veçohet me vështirësinë komunikim, ndërveprim shoqëror dhe sjelljet përsëritura, rrezet kufizuar interesimi, por ta themi edhe një të vërtetë, që në fillim para se me u fut akoma në temë, që njerëzit me autizëm janë shumë të shquar në botë, janë emra të njohur, kanë pas suksese dhe të mëdha. Do më thonë, por varet nga shkalla e autizmit. Ata thirrën savant. Savant. Edhe ata kanë prirje ose janë gjeni në muzikë, ose matematikë, ose në artë. Ose në fizikë, anë shkenca eksakte. Një nivel ose kufiri i asaj që është normale dhe abnormale, si kurse na që i thirrim në jetën e përditshme, është tepër e hollë. Unë si shpresë me një person ose një individ nuk ishte mujtë me arritë suksese të mdaja, kom profesorin Cen Krasniqin, Arif Dakën, Hatije Hoxhën, që janë në bord. Unë du me i përmend edhe vajzat, psikologet, mësuset që punojnë, njëna ndër më kryesoret që tash është në Londër, Ylka, Regjepi, janë vajzat tjera që në këtë punën 6 vjeçare, në punën e drejt për drejt me fëmijë, janë trajnu, kanë punu, janë marrë me përkthime të teksteve, do të thonë se tekstet ka qenë në gjuhën angleze, për me ba fillimin ose nismën e asaj pune që dasht e që
s'kemi pas as një huni, lemo zbatimin e punës si punot me fëmi. Në më thënë, e imja është fillimi për kushtimi jem, në mëndjalit tim, mirë po bashkangjitja e rrethit që jeni në Kosovë e ka mundësu këte edhe sukseset e ardhshme në Kosovë. Do të vi zonja nderuar, doktor Shpresa Gjakli. Doktoresh, mirë se erdhe. Mirë si e gjeta. Është bukur që ju kemi këtu? Shumë faleminderit. Sa vite i banë në Amerikë? Gati 30. Gati 30. Të kishim shkollu këtu si doktoresh, e na ike? U martova. U martove? U martova. Shkollimin fillorët mesëm Mitrovici ke mbarua? Po, studimet e mjekësisë në Prishtinë. Fakultetin e mjekësisë, mjekësie e përgjithshme. Mjekësie e përgjithshme. U ktheve në Mitrovic për të dhënë Punova kontributin. shtëpi, shëndetit, spital, po Mitrovic. Edhe si mësim dhënëse. Edhe interno kom dhënë në shkollë të mesmet mjekësisë në Mitrovic. Interno. Po. Sa krajata, sa vështërsi njerëzit për të krijuar atë dheun. Vetëm ne shqiptarët dim si të tregojmë, edhe kemi çfarë tregojmë në rrugtimin tonë të gjatë për krijimin e atë dheut. Dhe një ditë u martove në Amerikë. Qysh gjeti Regja? Në Londër. Në Londër. Ishe për vizitë apo shkove për Vizitë, a erdhë mu taku me mu dhe Re Gjakli. Re Gjakli. Një burr i madh që për Kosovën, për atë dheun e tij ka bërë shumë. Familja ju e keni bërë shumë në këtë drejtim, a? Nuk ka shumë me i përmend se s'doni ju m'ja u përmend shumë, po megjithatë është mirë, ne ta dim. Unë me thonë shumë të ne, kër e përmene imigracionin, migrantat, neve natyren edhe diaspor, nduka diqysh një fjale të i husume, neve jemi pjesë e juja, neve jemi... E të huajzuar, shumë mirë. Ma mirë me i thonë mërgat. Edhe unë kështu mendoj. Shqiptar. A, shqiptar? Po, shqiptar ju kemi, edhe shpresë të madhe kemi, uzdajnë matë madhe në këto vitet e fundit, 50 vjetë e fundit atje e kemi. Në Kosovë jeni me një shkas të madhë. Juve me përplot bashkëpunëtor tuajt, duke përmend këtu edhe profesorin e nderuar Cen Krasniqin që e kemi prezent, edhe përplot bashkëpunëtor tjerë që sigurisht ju do të na i thoni, keni marrë një iniciativë shumë humanitare, po dhe adhëtare, dhe kombëtare, dhe shtetërore. Çfarë është ajo? Iniciativa ime ka qenë fillimi i iniciativës, ku me thonë se unë e kom zgjedh mjekësin, mirë po mu më ka zgjedh autizmi. Në atë aspekt se me lindjen e djalit, me diagnostifikimin e Arbenit me autizëm, jeta ime ka marrë një drejtim, kahje tjetër, edhe përkushtimi e ardhja, po mos kishë egzistuar Arbeni, po mos kishë egzistuar autizmi, ndoshta dhe ky përkushtimi imi s'kishte egzistuar. Juve bashkë me bashkëpunëtorët e juve keni krijuar një shoqat, ti themi shoqata, asociacion, që ka nën përkujdese si njerëzit me autizëm, mos themi autist. Se në realitet autizëm, fjalë greke, autos, vet, është një çrregullim, ne të dytë jemi doktor, jemi mjek, neurobiologjik që veçohet me vështërsinë komunikim, ndërveprim shoqëror dhe sjelljet përsëritura, rrezet kufizuar interesimi, por ta themi edhe një të vërtetë, që në fillim para se me u fut akoma në temë, që njerëzit me autizëm janë shumë të shquar në botë, janë emra të njohur, kanë pas suksese dhe të mëdha. Domethënë, por varet nga shkalla e autizmit. Ata thirrën savant. Savant. Edhe ata kanë prirje ose janë gjeni në muzikë, ose matematikë, ose në artë. Ose në fizik, a në shkenca eksakte. Një nivel ose kufiri i asaj që është normale dhe abnormale, si kurse na që i thirem në jetën e përditshme, është tepër e hollë. Unë si shpres me një person ose një individ nuk ishte mujt me arritë suksese të mdaja, kom profesorin, Cen Krasniqin, Arif Dakën, Hatije Hoxhën, që janë në bord. Unë du me i përmend edhe vajzat, psikologet, mësuset që punojnë, njëna ndër ma kryesoret që tash është në Londër,
Ylka, Regjepi, janë vajza tjera që në këtë punën 6 vjeqare, në punën e drejt për drejt me fëmijë, janë trajnu, kanë punu, janë marrë me përkthime të teksteve, do të thonë se tekstet ka qenë në gjuhën angleze, për me ba fillimin ose nismën e asaj pune që dasht e që s'kemi pas as një hunije, lemo zbatimin e punës si punot me fëmi. Do të thonë, e imja është fillimi për kushtimi në mëndjalit tim, mirë po bashkangjitja e rrethit që jeni në Kosovë e ka mundësu këtë edhe sukseset e ardhshme në Kosovë.